Mi të Shqetës, ju përshëndesim, jemi me një zonjë të nderuar e cila ka shumë për të thënë, sot vjen me një, le të themi, denoncim, pasi ka një histori të vetën që i ka ndodhur në një prej spitaleve ose në spitalin më të madh, në spitalin më të madh që ka Tirana dhe Shqipëria, ku aty shkojnë dhe drejtohen të gjithë njerëzit anë mban Shqipërisë, edhe jo vetëm, sepse vinë dhe të huaj, turistë e tjerë. Përshëndetje, kush është problemi juaj? Çfarë problemi keni me spitalin? Problemi është, kisha një të afërmin tim në spital para 2 javësh, u operua, i për bukuri, i bërën gjitha ato që duhen, me dhe me që thënë që është pa lek. Edhe ashtu shkuan, pa lek. Mi, po këto leku ta marrin në mënyrën tjetër, nuk të ndashe doktori, ku është, ku i ke njerëz, ai s'kishte njerëz e vet. Ishte fukara, nuk kishe njerëz e vet. Donte doktori lekën se s'bën. Ku i ke njerëzit? Vinte kryemjekja, ku i ke njerëzit? Vinte infermierja, ku i ke njerëzit? Deshën lek. Si përfundim i shkreti mori borxh dhe i shpërndau lekët këtyrve. Sa lek? Bëhet fjalë. Po 200.000 lekë do doktori, sa i dhan 500.000. 50.000 lekë do ajo që bën gjelpërën, anestezisi. Edhe infermierja donte 20.000 lekë, të gjithë deshin lekë aty. Si ishte forma që këta ju kërkuan lekët zotërisë? Asgjë, vinë aty ke dhoma e pacientit, do thënë ku i ka njerëzit smuri. Në vend të thoshte doktori që ka këtë problem, keni kujdes, si të sillen. Po jo, hiç fare, vetëm e kishte mendje ke lekët. Unë isha aty, as më foli fare mua. Në çfarë pavioni bëhet fjalë, te cili spital? Nga se vuante zotëria, për çfarë ishte? Ai vuante nga gur në mëshikëzën e urinës. Vuante atje, edhe prostati. Ajo doli me sukses, shqyrë bë, po jo, është vetëm ajo që mania që e kam për të marrë lekët, edhe pastaj thënë që fajin e ka qeveria, fajin e ka Edi, jo fajin e kemi ne vetë njerëzit që japim lekët atyre, mos i japim, hiç fare mos i japim. Edhe doktorit bëjnë njerëzit kur ai nuk të shërben. Punën e vet, se po ndryshe do bëj vegjësi, do ta ka prej fytyrë doktorin. Ti them bëj se ke për detyrë, ashtu siç punoj edhe unë me detyrë, në detyrën time nuk marr lek kështu. Po e marr me ndjesën time, atë lekun ashtu fitoj unë. Doktori vet i tha zotërisë që do të më japësh lekë që unë do të shërbej, apo e sorollate në një farë mënyre? Anash. E sorollate në një farë mënyre për ku i ke njerëzit e shtëpisë, ku i ke këta, ku i ke ata. Edhe kjo gjë më bëri përshtypje, se gjunav njerëzit janë fukarinj aty, ai personi që ishte smur ishte pensionist, ku do gjente ai lekët? Edhe detyrohet me atë lek borxh. Pra mori lek borxh për të hedhur hallin, le të themi, për t'i dhënë rishfet mjekëve në spitalin QSUT Nën Tereza. Ta dini, jo, duhet t'i themi, duhet t'i denoncojmë këto gjëra, sepse po marrin qaf njerëzit të shkritët, po marrin lek borxhe për të kuruar. Ja themi emrin doktorit? Ja, më vjen keq prap. Nuk e bëj dot, më vjen keq. Po katin e spitalit? I di gjitha, me emra me gjitha. Po të duan njerëzit le të pyesin pastaj. Se nuk dua të bëj keq, më vjen keq, se bëj dot. Tashi, ai keq ka bër, për aq sa jo, thjesht për ta bërë të qartë edhe për qytetarët, pra mënyra e rishfetit në spitalet shqiptare, por edhe jo vetëm, nuk është se dikush ty vjen dhe të thotë të kërkon lek, thotë dua lek që unë të bëj këtë, por të detyrojnë nëpërmjet gjitha metodave të ndryshme, si që ty ta bëjnë jetën malore për të arritur tek pjesa e rishfetit. Tashi unë lut Zotin që mos u smurem, mos u bie në dyert e këtyre spitaleve, sepse këto janë vampira, këto të pidhen gjakun. Kaq. Edhe kërkonte ajo infermiera, i kërkonte vllajt tim, ke ndonjë njeri, tha, doli vllai. Ke ndonjë njeri që t'japi gjak, kërkosh edhe gjak neve. Kërkoshin dhe gjak ata. Edhe, nejse, kjo ishte ajo ankesa ime në vjetë përgjithshme.